Do të kthehemi po atë kështu. Është rraj, të shikoj. Jo, po lutem, jemi kujdes që Kjo janë kushte për debat, pushtim apo mos mu drejto bre mua se unë jam duke drejtuar. Atë dëgjoj çka të thon. Po ai isha duke fol. Përshëndetje me që dashur. Mirë se vini të dhënë gjithë në analizë. Shkojnë në vidën e radhës. Halil Matoshi. Ja paskanis me shkep shëplaka dhe kjo sikur në Hollywood. Karatistë i Hollywoodit. Apo shëplakgjia e Hollywoodit. Kë ka kop me Buzhalin. Jo bërat Buzhalin, po atë tjetrin. Gjevdetëm do këtë. Aja harrohem që ka usil shumë ashpër me Viktor Buzhalin. Po miq, ma mirë të dëgjojmë lutemi, të diskutojmë së bashku. Shkojna miq. Apo shumë ja full shpull. Ku na vjen shpull. A është ky debat? Halil Matoshi, bravo të koft. Për si të bëllë tamam si kërë Hollywood, ha? Me shkep shëplaka, shëplakgjia. Ka dalë bre Matoshi të s'kona shtë të burë. Ka gjanë kobër e puri dhe jetë ku në mira shëplak të e vlo. Ti njeri me shkollë. Thojza, po thëmë, thojza, se ti e shumë vetin njeri me shkollë. I shkrimtar, shumë libra. Ashtë e vërtet ajo. E si ka mundësi, një njeri i dishëm, i lezushëm, i shkrushëm, fakultetin e krim, deputet, ish deputet dhe më thonë, këshiltar, edhe, më shumë i rashë plak një analisti, apo një politikane, apo çdo kuj tjetër, për besë është e papranueshme. Me që se këtu e veç fjallë, por, po thëmë kështu atin, ka shtë nervoz, më atësh, të si të rajsh, njerës të thojnë më të raj. Si të fosh pa lidhje, njerës të thojnë më të folë pa lidhje. Si t'ja fut shkot, njerës të thojnë më t'ja fut kot. Këta ti e din ma mire se na, që kjo është realitete. E ti Matosh, apo Halil Matoshi, ki ka pak që me ja fut dalashës ti, me ja fut pa lidhje, me ja fut kot. Se bashkë bati hava në këtë kërkush. Po shkojna miq të dëgjojmë edhe pak i lutem. Batoshi, apo Halil, kushtrim. Unë isha duke i fol. Kushtrim se s'ka kuptim bre, s'ka kuptim. Amo ti sa are thyë drejt tash. A veç ki po të fyn ty. Unë nuk e ndëgjova Viktorin, hala që është ka të fyn, Halil Matoshi. Po me gjithat, shkojnë miq. Thirrë njerëz janë gjani më të vazhduar edhe një shëruar argumentet e kundër argumentet. Mos si njerëz. Kjo është pra. Halil Matoshi duhet me ngu argumentet kundër argumente. Por ndryshe nuk bën. Por ndryshe njerëz thojnë kështu, thojnë ashtu. Kjo është ajo kur ti jesh në analizë. Apo në politiko, a ku do që t'jesh? Ta me nervoza, me karate, me shëplaka nuk shkon. Do është me kon pak ma i sjellët. Sidomos ti, si shkrimtar. Shkona me, shkona. Mos ta bëj si njerëz, jo stabil fizikisht tani. Nuk bani dirë tani. Mos i dirë tani mund të vë. Mos ta çojmë tutje këtë. Mos përvret se njëri ka jo stabilitet fizik. S'ka kuptim. Për bez bon mire ki. Viktor, për si të bon mirë po i thu. Sepse Halil Matoshi me këtë gjuhë tashpër që ti e përdore për bez nuk shkon. Sepse bone pa kur farë nevoje. E si gjithmonë, po thonë prapë, këmë thonë gjithë, me rana, me dollavere, nuk shkon. Duhet njeri me minu fort mirë. E para, e dyta,
mos me adhon dollashës. Me fol vetëm të drejtën dhe të drejtën. Sidomos ti, ne, mundë me gabu. Por ti zguzon, sepse ti pesh unë vetëm, analist profesional, gazetar profesional, shkrimtar profesional. Apo, vetëm ky emën që ti këta emna që i ki ti zguzon me gabu, zguzon me të lë me gabu. Se jam shumë i ra dikush e plak, Kjo është me të vërtet ta marrësh për film. Shkona me, shkona. Po të lutem mos e shumë i ra shpull, të tja njeve sa tha. Ose nuk Qysh po duket normale kjo mos shumë i ra shpull, më thona? Nuk është Ja, kjo nuk është normale, absolut. Edhe kushtrimin po thot që me të vërtet një analist, mi thonë analistë tjetër, mos shumë të ra shpull, nuk e di. Në çfarë nivelit të gazetarisë. Shkona me shkona. Prandaj unë po dua ta ndali këtë. Jo, do të me nxjerr për studios ta. Po ti Valla po, me konë dikon tjetër, edhe këshën qitë për studio. Sepse kjo gjuhë nuk përdoret. Kjo gjuhë nuk është për gazetar. Kjo gjuhë që ti e përdore Alin Matoshi, me të vërtet kjo është... Hajde, shkuna me që dhe pak se... Vështirë që kërcënar mi ra shpull. Duhet ta ndal muet, mirë po hajt po vazhdon me ose dukit në re. Lutem, a ka mundësi ta kapërcejmë këtë? Do të kthehemi. Ky nuk po të ofendon Matoshi, po të kritikon o burr, po thot duhet me nxjerr jashtë, sepse gjuhën që e përdore, ky është realiteti. Ky është realiteti, më thosh. Nuk bën kështu mo në këtë gjuhë. Si gazetar, me ofendu, me kritiku pa lidhje, me thonë senet pa vërteta, me janu senet, me janu, do më thonë, nga politika. Ti dush me kona politik. Në të me që të bëjsh analizë, ti dush me kona apolitik. Sepse ti je me diplom. Unë nuk jam apolitik. Sepse unë jam me lëvizjen vetë vendose, me Albin Kurtin. Por, unë edhe kur ka bën Albin Kurti, edhe Albin Kurtin e kritikoj. Unë jam vetëm për kritika. Por ti je me diplom, ti zguzon me kona politik. Ti dush me thonë drejta si për ato, si për ato, si për ato. A unë jam e afut këtë. Jo dikon me mbrojt, jo dikon me shoh. Edhe kur të shajsh, dush me pas fakte, edhe kur të mbrojsh, dush me pas fakte, kështu që, kur i kish të dy sene, ti je në rregull. Miq të dashur, kjo ishte video për sot, mirë pafshim vit të radhës, Zoti